Shoqata Ungroja Pogradec organizoi të shtunën e 7 shkurtit 2015 trajnimin me punonjës të shëndetit publik dhe mësues të zonave rurale në kuadër të projektit Burra dhe gra barriere për bashkët kundër dhunës ndaj grave. Në seminarin trajnues, pjesëmarrësit u njohën me qëllimin e projektit dhe fushatën 16 ditë kundër dhunës me bazë gjinore, të prezantuar nga zonja Afroviti Gusho, si dhe aktivitetet që janë implementuar deri tani nga shoqata me qëllim përfshirjen sa më shumë të njerëzve për një thirrje të përbashkët kundër dhunës. Projekti i shoqatës këtë vit pati një impakt tjetër, pasi synimi ishte që djemtë dhe burrat të jenë protagonist për ndalimin e dhunës në moton burrat dhe djemtë aleat të grave dhe vajzave për barazinë gjinore dhe ndërtimin e një shoqërie pa dhunë. Zonja Elenia Içari prezantoi me gjerë se si burrat dhe djemtë duhet të ndikojnë pozitivisht në reduktimin e dhunës. Fushata u simbolizua me ngjyrën portokalli dhe shoqata Ungroja i bëri thirrje të gjithë komunitetit që ta bëjnë lagjen, zyrën, shkollën dhe gjithë qytetin portokalli. Në seminarin trajnues u prezantua edhe fushata e UN Women He for She, përmes së cilës u bëhet thirrje burrave dhe djemve në të gjithë botën për të ngritur zërin kundër pabarazive me të cilat përballen gratë dhe vajzat në shoqërinë tonë. Pjesëmarrësit në trajnim më pas do të shpërndajnë materiale në zonat rurale ku ata punojnë, duke sensibilizuar edhe më shumë komunitetin në kuadër të fushatës kundër dhunës ndaj gruas. Trajnimi u mbyll me diskutime dhe me vendimin që fushata të vazhdojë, duke përfshirë sa më shumë burra dhe gra, të rinj dhe të reja nga të gjitha zonat rurale të Pogradecit.